E të dashur shikues, tani me shumë kënaqësi do e trajtojmë edhe mysafirin ton të dytë, një film i shkurtër Salman. Po vazhdon të korrë sukses në festivale ndërkombëtare, duke u vlerësuar me 3 çmime shumë të rëndësishme. Për të na folur më shumë për këtë rrugëtim përvojën aktrim, si dhe punën e tij në fushën e dublimit të zërave, sot kemi të ftuar edhe një aktor të ri që unë e kam shumë gjanë dhe shumë për zemër, Ilirin. Ilir Nureddini, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Si jeni? Ilir, po trajtoj kështu se unë Ilirin e kam rrit në një farë mënyre që nga mosha shumë e rejtë të njohë dhe sot tani kur të pash, e pash se unë sa pas kam shkuar me moshë, sa më pas ka kaluar mosha mu. Si e zemër fillimisht, si po kalon? Mirë shqyqër zotit, me shëndet. Qajo është me rëndësi. Qajo është me rëndësi, po. Në filmin e fundit, ti ishe kryevepra. 3 çmime. 3 çmime. Çka do më thonë kjo për ty? Nuk e di, ndjenje mahnitshme, më të them. Por edhe s'mund ta përshkruaj me fjalë. A e merr si një përgjegjësi tash që duhesh t'jesh edhe më shumë i dhan pas punës, pasi që veç se më i morë 3 çmime, nuk duhesh më i dëshpëru ata që të kanë. Patjetër po, dhe jemi edhe më aktiv. Patjetër. Si e prite lajmin? E pritet që do i marrësh apo? Jo, faktikisht ishte shok, më të them po. Edhe ishte ai momenti kur ta thrasin emrin edhe ti e... A jam unë apo t'ja? A jam unë apo... Si u bindet marrësh pjesë në këtë film fillimisht? Faktikisht, kur babi e fitoi projektin... Pa, mentorin e përshëndesi, Po, e mentor. përshëndesi. Jemi këtu me ty. Ishte një ndjenjë interesante, mendoj... A i të bindi? A i mbindi, faktikisht. Edhe ishte një 2-3 muaj përpara, thash nuk s'besoj. Shkaku që karakteri ishte pak i kundërt me vetën. Edhe isha në dilema, mund të them, edhe i thash, e di çka mund të bësh një audicion se... Mësëm keq parasysh mu, pa. Po pastaj thash, e di çka e hulumtova karakterin pak a shumë. E posh se qa ka, qa s'ka, dhe thash, okej, e di qa, masë ma ke besu mu, thash, do e bëj dhe në fund, edhe... Ma thuaj pak për karakterin që e ke interpretu, pak për personazhin. Faktikisht, personazhi është i dhanë bas landës fizikës, edhe... Në një nerdi? Nerdi, po, antisocial, edhe naiv, njëtën kohë. Edhe inteligent, po edhe naiv. Ajo më bënd të nervos, është si ta... Si mund e ta bëj? Këtë personazh. Po, i dhanë bas fizikës, po që i sfidum nga padrejtësitë e shtetit. Edhe merë, do me thonë, hovin, apo si mund të them. Iniciativën, po. Për shku në Gjermani në mënyrë ilegale, në bas imigrantëve. Jemi këti në kohën e kaluar, për ka një nëpërmjet kufive. Nëpërmjet kufive, po. Dhe ashtu disi kamuflohet për të hy me emigrantë të shku në Gjermani. Dhe aty ndalohet nga policia e shtetit. Aty bën diçka? Dhe kthehet. Apo kthehet në vetë? Kthehet në hetuesi tash, ku gënjen që është jetim edhe pretendon se është sirian. Dhe mëdan, pas ka qenë paka shumë këmbgullës, pas ka qenë... Kryefort, kryefort, po, këmbgullës. A ka qenë një sfide madhe gjatë xhirimeve kjo për ty? Po ka qenë si... Se pasim të që vetëm 2 muaj ke pas hapësirë që të përgatitesh, apo? Faktikisht kam pas kohë, po 2 muajt e para zakonisht janë ato çdoja që duhet ma sfiduse, po. Cili ka qenë momenti ma sfidus? Në gjatë xhirimeve? Ka qenë skena në Kozjak, mund të them. Aty lartë? Po ishte ftohtë, shumë ftohtë ishte edhe ishim në një kombi, brenda. Ishte edhe erët. Edhe duheshte, si me thonë, Vin taj momenti ku mendojshë se nuk jetu aktru, je realisht, jam të ishë, amrinëm. A u kry, amritëm këtu. A ka pas ndonjë pjesë e këtij personazhit që të ka mbet emocionalisht në zemër që... Ua, a mund të ndodhe dhe kjo i ke thanë vetes? Mbarimi xhirimeve, po shkojnë shpi po pushoj, ajo ma emocionale ka që... Ka me të mytë mentori për nejse. Qëfar mesazhi mendon që ky film do t'ju përcjell shikuesve, publikut? Faktikisht,
motivues mund të që është për të rritë. Mos të dorëzohet? Jo, dhe me thonë, andrat që i kanë ti ndjekin. Pa jo. Ti, sa është e rëndësishme për ju, edhe për tani pasi që jeni të familiarizuar në këtë projekt, po edhe për ty, që ky projekt ka marrë një hof të madh edhe në bazë ndërkombëtare? Nuk e di, nuk kam fjalë. Se po të ishte këtu do themi një përhatër për këtë, po jashtë nuk kemi. Kur jam vlerësimet nga kritik të filmit ndërkombëtar, aty nuk ke se e ka bë se është përhatër apo për diçka. Se te ne shqiptarët gjithmonë ekziston fjala përhatër. Po ekziston tek ne. Po kështu që kjo është ndërkombëtarisht e vlerësuar, këtu s'kemi çfarë të bëjmë dhe s'kemi si të reagojmë ndryshe. Nuk kam çfarë të them, është ato A ishte një bekim për ju? Patjetër që është një bekim. Patjetër edhe të shtyn të motivohesh për tjera sende, do me thonë të ardhmen. Si ka qenë bashkëpunimi me regjisorin dhe ekipin realizuar? Po mirë, unë aty mendoj kur hy, do me thonë set e bëj punën time dhe... Zhdukesh nga bota reale? Po, ajo ekziston që zhdukesh nga bota reale dhe fokusohesh tek personazhi. Dhe e mirë kuptues ndaj regjisorit dhe asistentave, do me thonë të ekipës. Ata ishin mirë kuptues ndaj ty se ti je, dhe në fillimet e tua të para? Isha pak problematik në aspektin e mikrofonit. I kërkoj ndjesë, do me thonë. Oke, janë më një publike, ka ata Iliri, kështu që s'kemi çfarë t'i bëjmë. Ilir, ti je në fillimet e reja të karrierës dhe ma thuaj si lindi dashuria e yte për aktrim. Ndaj, nga babi, nga gjyshi? Ja, dashuria ka lind nga Hollywoodi, mund. Bravo, më pëlqeu përgjigjja. E po tash të flasim për Hollywoodin apo mund të them si fëmijë kam pa filma gjanrave të ndryshme, mund të them. Çka të flenë më shumë për zemre? Zhanret janë dy ekstreme, e kam cek edhe në intervista tjera. Mos më thuj science fiction veç. Jo. Lumte, mau. Horori dhe komedia. Të lumte dhe mua këtë dy pëlqej, po. Dhe besoj, kam lexuar se personat të cilat kanë një filozofi të tillë janë shumë të thellë mendërisht, sepse din ta kuptojnë edhe këtë botë edhe këtë botë. Kështu që është një botkuptim shumë interesant, se sa dëshiron që të trishtohesh, aq që... Ke qef edhe komedi, pak. Po, normal, patjetër, ti kapim pak brit. Drita ndezur ta shohim horor. E bukur kjo. Ti përveç aktrimit, ti merresh edhe me dublimin e zërave. Me dublimin, po, që nga mosh të re. Shumë të re, po. Dhe si erdhi deri te kjo fushë që ti të merresh në fillimet e para kur i vure kufjet në vesh aty që ta dublosh filmin tënd të parë? I mban mend epizodat e para apo aktorin e parë? Gjithmonë ato mbajnë. Ka qenë koha e ftohtë, ka qenë. Një atmosferë e bukur, bashkë mund të them. Ka qenë si skenar filmi, mund të them. Çka është më sfiduese? Është ta interpretosh në një film apo ta dublosh një aktor? Tash kjo dublimi është bëma, mund të them, si sport për ne. E kemi mësu tempon. Nuk e besoj njerëzit, po. Nuk e kemi problem. Po, është dhe vështërsi, duhesh të futesh pak në emocione, ta shofish se a qan, a qesh. Sa karaktere kemi bo, mund të them, e kemi mo kollaj, Nuk e di për ty, po mu gjithmonë, se më bindo karaktere negative. A lidhje s'ka me karakterin tim, po gjithmonë jam roli kryesor negativ i filmit. Gjithmonë. Më thonë se e kam zërin e trash. Duhet edhe ta ndryshojnë këtë. E kam provu, nuk ka dalë mirë, se shkaku i zërit që e kam pak më të trash, ndështë ta ngjyrën e zërit e kam më të thellë dhe gjithmonë jam ajo plaka e keqe në film. Mu më japin impulsiv në atë aspekt. Okej, ti të japin rebel, më impulsiv në atë aspekt, më panik që janë. Po si e, ashtu je i qetë, je i bush. E di, po që rolet e bëjnë vetë. Si ndikon dublimi i zërit në zhvillimin si aktor? Luan rol? Shumë ndikon. Po? Që si të ndihmon? Jemë profesional në personazhet që kërkohen t'i bësh. Nga që i mësuar ke pa, dhe me thonë me sy plot personazh. Po dhe si kanë aktru... E ke më kollaj, po, t'i bësh. A ka ndonjë film i animuar, apo ndonjë aktor të cilin e ke pas favorit deri më tani? Që e ke dubluar e flas? Që e kam dubluar, apo që i kam pa kështu në ekran të madh? Jo, që i ke dubluar, se në ekran të madh, pastaj do e pyesim këtë pyetje, po që i ke të bë ti? Shumë aktor... Më shumë i kemi bë turk në po sërë që më kujtojnë vetëm emra kështu personazh. Jo, ndonjë rol e kam fjalën. Rol animacioni mund të them. Po, patjetër edhe animacion py. Faktikisht ka qenë Beyblade Burst nga Japonia që kanë ardhur. I kanë marrë edhe
Më ka rasti me bo një rol Fride Lahoja ka qenë, edhe e kam bo me shumë qef, e kam dhënë energji maksimale. E shef, do edhe ku e gjenë vetën gjithmonë e maksimumi. E përmende më shumë neve dublojmë filma turk, si mendon se si ka evoluar dublimi në gjuhën shqipe tani në vend? Në fillim kanë qenë pak ca më kritik, ndërsa tani mendoj se e ka marrë atë seriozitetin aty ku duhet. Filmat, mendoj serialet? Po. Nuk e di, produksionat i kam forcu, apo? Neve jemi forcu. Jemi forcu neve, po. Më thuaj sa është e rëndësishme që të rinë të kenë më shumë mundësi për të shfaqur në film dhe në përgjithësi me art, tani të largohen pak nga rruga e keqe, t'i futen artit, sepse arti unë them, ai që merret me art ai nuk mund të ketë zemër të keqe. Kjo është pak tabu, kjo temë, se ka, në çdo profesion mendoj që ka tipa, dhe me thonë që ekzistojnë. Jo, sa është e rëndësishme t'u jepet hapësira të rinjve, ja, që të merren. merren. Janë të mirë se ardhur, vetëm duhet të shfaqin interes, është punë interesi. Ku është, si një njeri po të pyes, ku ka humbi interesi? Ndoshta që janë të ekspozum në rrjetet sociale ku kemi video nga 15 sekonda. A është e vërtet se fakti që tani shohim video nga 15 sekonda shumë, apo deri në 1 minutë? Unë mund të flas për veten, nuk mund të kem koncentrim. Pse? E kam lexuar kjo shkencëtarisht tani është si një problem psikologjik. Është shumë problem është faktikisht. Edhe e ka vitet që e kam fshi, domethënë rrjetet sociale ku je ekspozum në Reels apo TikTok, po. Të lumt. Për zotin po, shkapët Unë e mora një film ta shoh, koncentrimin zero, më shkonte përsëri në ato 15 sekondëshat aty dhe hyra të lexoj patjetër se thash mos është diçka jo në rregull me mua, po e pash është kjo një problem global. Shkaku i rrjeteve sociale. A mendon se të rinj tani më shumë janë dembel se gjeneratat më herët që kanë kaluar nëpër sfida më të ndryshme për të arritur të bëhen një aktor apo tani keni më shumë hapësira dhe mundësi, ndërsa dëshira është më e ulët. Nuk është problem dembelizmi, sa është problem i mvarësive. Telefonit ose ndonjë, s'po më kujtohet tash për momentin ndonjë mvarësi tjetër, që të bën t'jesh dembel, shkaku që... Hajtë se nesër. Hajtë se nesër, ose hajtë se mas nesër, po. Pas suksesit të madh të këtij filmi, unë dua të të pyes se ke projekte tjera, ke plane tjera, tani ta thash në fillim, tani më ti mbart një përgjegjësi komplet tjetër. Po, është përgjegjësi. Mbi vete, sepse tani nga ti kërkohet një seriozitet shumë i madh, sepse në paraqitjen tënde të parë ti u vlerësove shumë dhe morë 3 çmime. Po, fal zotit. Po, fal edhe punës tënde, patjetër që po, dhe tani kërkohet punë edhe më e madhe. Ke plane, ke projekte? Tash duhet fokusojmë në fakultet më shumë. Në fakultetin e arteve do regjistrohesh për aktrim? Jo, jam fakultetin e arteve. Je veç se ma? Po, tash dal viti i dytë. Viti i parë si kaloi? Bukur ka kalu, mund të them. E kam bo një dokumentar të shkurt, kështu që ka doja del, patjetër. Ku e shef i liri veten pas 5 viteve? Nuk mund të flas as për të nesër, mon. Pse? Jo, s'mund, është shumë e paparashikueshme. Po, ke ndonjë plan, ke ndonjë vizion, të shembull dua të bëhem kështu se. E mban mend kur ishim të vegjël çfarë duhet të bësh kur të rritesh, krejt ishim mjek. Po, dhe na dole krejtësisht ndryshe. Të them, unë kirurge kam dash të bëhem dhe ja sot jam moderatore, kështu që ke ndonjë vizion veten ku e shef? Ndoshta të merrem me këtë profesion dhe ta zhvillojmë siç Sa më shumë, po, kinematografi. Unë të shoh pas 5 viteve përsëri në intervistë ku ke arritur filmin tënd, për filmin tënd. Jo ti ku do jesh aktor, po ti ndonjë film të cilin ti e ke. Dhe ku do luash ti. Jo. Pse jo? Ajo plaka e keqe në film. Jo, as pak. Ajo negativja. Nëse do e përshkruaje rrugtimin e filmit Salman në një fjalë, vetëm në një fjalë, cila do ishte ajo? Kaotike. Kaotike? Kaotike. Kur do munden shikuesit ta shohin këtë film? Nuk e di, mvaret prej autorit se ku do e publikon, po... Premierën ku do e bën? Premiera do t'jetë së shpejti, mendoj. Besoj se edhe ne do kemi kënaqësinë ta ndjekim këtë film dhe ta shohim. Ti rrjedh e ke fatin të jesh edhe djali i mentorit, një aktor i përkryer patjetër. Merr këshilla nga babi apo jeni shumë të kundërt në mënyrën se si duhet të veprohet? Bashkëpunojmë, po jemi të kundërt. Sa bukur një përgjigje sa e mençur. Po, a?
po. Bashkëpunoni, po jeni të kundërt. Jemi të Po, sidoqoftë sigurisht ja pranoni idetë njëri tjetrit, po, i keni parasysh edhe idetë. Ashtu bëhen bashkëpunimet më të bukura. Dhe më ideale. Ishte kritik ndaj punës tënde në film? Të kritikonte? Jo. E haronte se është babi yt? Faktikisht po. Apo pikërisht se zakonisht njerëzit e afërt të kritikojnë më shumë. E ke pa? Po, shkaku që je më i afërt. Po, edhe ta don më shumë të mirën. Po. Kishe kritika nga ai? Jo. Jo. Kur i mori, kur u vlerësove edhe me çmimet, çfarë i thej? Shifej, a dola? S'kemi folë shumë bas çmimeve. Pse? Vetëm kemi shku në kafe dhe kemi pi kafe. Aq? Ati mbaroj gjithçka? Ati mbaroj gjithçka, po. Ilir i aq modest për të qenë aq i suksesshëm. Shumë faleminderit. Unë të uroj zakonisht shumë suksese në të ardhmen. Dua një mesazh për të rinjtë të cilët... Edhe kam një pyetje mbas. Pa urna. Po. Ndonjë aktore e preferuar, bashkë kam qef. E imja? Po. Ata që doja të them, ndoshta do jetë shumë klishe. Eva Longoria. Okej, pse klishe bashkë? Ose është aktore e show, serialeve. Po, unë jam rrit me filmin Desperate Housewives. Dhe kjo ka qenë Gabrielle Solis, ajo e cila ka qenë, si kryefjala e filmin, ka qenë gruaja më e llastuar e atij seriali. Ka më përshtypje. Dhe më ka më shumë përshtypje dhe sa të pak e kam manifestuar ashtu, e kam edhe sot unë vetë mënyrën se si jetoj, kështu që Eva Longorian e kam favorit. Ndërsa për djem... Nuk është se më kujtoj. Nuk është se kujtoj. George Clooney, edhe kjo do jetë një përgjigje e moshave pak më të vjetra. Të tregoj drejtën, nuk është se kam atë... Ta thash një përgjigje e moshave pak më të rritura. Ti? Si ta them, Tom Cruise është... Thash me Tom Cruise. Okej, Mission Impossible. Dhe? Dhe për femra... Tash kjo aktoria re që lujti të Obsession më ka dhënë shumë përshtypje. Nuk e di si e kishte emrin, po idem duke ashtu diçka. Nuk më kujtoj. A i din edhe kush është të bë një buj shumë të madhe? Zendaya. Zendaya? Pa. Nuk e di, në rrjetet sociale e shoh se... Lexoj të paktën, se kemi patjetër shkaku i punës të përditshojmë me informacione. Kohëve të fundit ka marrë shumë pëlqyeshmëri. Filmi i fundit, Euphoria, apo seriali i fundit që kishte kritika, ndërsa aktrimi i saj mori vlerësime pozitive. Kritikat Nuk mund të flas për aktrimin e Zendayës, s'është se më ka dhënë shumë përshtypje, edhe pse kam pas rastin ta ndjek në kinema. Po s'është që më ka dhënë shumë përshtypje. Të lumt, ti je shumë besnik ndaj pëlqyeshmërive tua. E kam edhe një pëlqim tjetër, Brad Pittin, mos ta harrojmë, ai është diçka mund të them fenomenal kur dhe në ekran. Po Brad Pittin pritesh të ta them unë. Po pse se the? Po thash dhe mos dalë gjatë të kristë. Mos dalë shumë, se është shumë i përdorur. Ekstrem, është i konsumuar që nga... Po, Brad Pitti e ka një të mirë se që nga moshat më madhore, deri tek moshat e reja, ka arritur të arrin atë impaktin. Dhe të jetë i dashur nga të gjitha grupë moshat. Po, ka arritur vetë, është interesant që ka arritur vetë. Dhe kjo është një gjë e mirë, se për gjithat moshë që e ka, të bën impakt në çdo paraqitjen e tij, është pak e vështirë. Dhe ai e ka, kështu që i urojmë shumë suksese. I urojmë pse jo. Të urojmë ty t'jesh një Brad Pitt i ardhshëm dhe mos na harrosh edhe t'jesh pjesë e emisioneve edhe tona, edhe kur të arrish majat e tua të suksesit Ilir. Dua vetëm një mesazh për fund për të gjithë shikuesit dhe të gjithë të rinjt, të cilët duan të merren me art, po që e kanë një ndrojë në vete. Mos të ngurojnë, them, le të shkojnë në audicione dhe le të jenë të përkushtuar kësaj punës. Dhe është gjithçka e lehtë. Është, po. Le t'i besojmë vetës, ajo. Atër të lumë të përuroj unë për vetëbesimin, për qëndrimin, për modestin. Fillimisht që e ke për një djalosh kaq të ri, po që je shumë modest, më pëlqen dhe të urojmë shumë suksese. Jemi këtu për të promovu për gjithë shka tjetër që do t'jenë në rrugtimin tënë. Ne do shkëputemi shumë shkurt me një pikë muzikore dhe rikthehemi për ta përmbyllur emisionin.